Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Krijimi i Ademit. Zoti mlodhi argjil nga dhera të forta, të buta, të ëmbla e të tharta, pastaj e kaloi në ujë grimc pas grimce, derisa e pastroi fare masën e saj, pastaj e zbrujti me lagështir, sa erdhi e u bë fibrore si pejza e rëshirës. Pastaj mbrojti në masën e saj një formë me trajta të kurbuara, kyçe, gjymtyr dhe ndarje, pastaj e la të ngurtësohej për një kohë me zgjatje të caktuar, e të njohur, pastaj fryu në masën e saj nga shpirti i tij atë çast, ajo mori tiparet që ka qenia njerëzore me mendjen që drejton, inteligjencën që i sjell dobi, gjymtyrët që i shërbejnë, organet që i japin gjendje të ndryshme dhe urtësinë që dallon të vërtetën nga e pavërteta, që shquan aromat, ngjyrat dhe llojet. Kjo qenie është përzierje e argjilave të tipeve të ndryshme dhe materialeve që pajtohen mes tyre, e cilësive që kundërshtojnë njëra tjetrën, si dhe e vetive që ndryshojnë në kohë, siç janë nxehtësia, ftohtësia, butësia dhe fortësia. Pastaj Zoti u tha angjëjve të plotësonin marrveshjen e tij me ta, ta përmbushnin zotimin e marr e të përkuleshin përpara Ademit në shenjë të njohjes së tij, e duke u përulur pozitës së tij të respektuar, kështu Zoti u tha: më gjunjuni përpara Ademit, dhe ata ju përkulën me përjashtim të iblisit, të cilin e mposhtën në fodullëku dhe vesi dhe nuk e lanë të bindej. Ai ndihej krenar nga që buronte prej zjarit dhe e shihte me përbuzje baltën e krijesës së re. Zoti i la kohë që ta vinte në provë dhe ta meritonte plotësisht zemërimin e tij, si dhe të përmbushte kështu premtimin që i kishte bërë, dhe i tha të është dhënë kohë deri në ditën e caktuar. Zoti e paralajmëroi Ademin për armiqësinë e iblisit kundrejt tij, pastaj e mori të banonte në parajs, ku i siguroi jetë të këndshme dhe qetësi e paqe. Armiku i tij u xhelozua që ai rinte në parajs në shoqëri me të virtytshmit dhe ja doli ta shndronte bindjen e tij në lëkundje dhe vendosmërinë e tij në dobësi. Dhe atëherë Ademi e ktheu në turp prestigjin që gëzonte dhe e këmbeu lumturinë me ankth dhe frikë, por Zoti ia dha prap mundësinë të pendohej, i mësoi fjalët për mëshirën e tij, i premtoi rikthim në parajs dhe zbriti atje ku do duhej të ushtrohej sprovave dhe të shumonte llojin e tij.